mëngjes, mirë se erdhët në vlogmas numër 14. Edhe jam bërë gati. Sot është e premte, edhe do shkoj një xhiro deri në mall, në një qendër tregtare, sepse dua të hedh një sy nëpër dyqane, krishtlindjet po afrohen, edhe unë dua të gjej 2-3 dhurata të bukura, cute, të vockla për krishtlindje, për njerëzit e mi, sepse kam parë online disa gjëra, por normale kur shkon nga afër ke ndjesi tjetër, sepse e shikon, thua, a kjo do i shkoj, kjo nuk do i shkoj. Më pëlqen kjo procedura e dhuratave, thjesht më duket super e vështirë, sepse unë jam një njeri që ndjem në siklet, do me them, do ja jap tjetrit dhuratën, edhe do i them direkt që po nuk të pëlqen, nuk ka problem fare, ke kartë brenda që të ndrosh këtë andej, sepse kam atë sikletin që mbasi nuk i pëlqen, edhe nuk ma thot, sepse ndjet në sikleta i tjetrit, ma thot mua që nuk i pëlqen dhurata. Edhe kam atë ndjesin që edhe më pëlqen të dhuroj, po edhe prap them, po do i pëlqej, nuk do i pëlqej, do i ta ndroj, por s'ka gjë. Barabart unë do dal të shoh 2-3 gjëra, kam folur edhe me Irinin, me kushuriren që do vi të më bëj shoqëri, edhe kam thënë më mba, do me thënë, po fillova të shikoj gjëra për veten time, mos më le. Mjaft kam bërë shopping këtë kohë, e kam egzageruar, kështu po nis dita ime. Sot jam pak më mirë, po prap kam grykën, kam hundën, më duket dëgjohet, por s'ka gjë. Dhe kaloj më vash, çat bëjmë? Më thot mami, pi çaj, se dëgjoj unë. Të drejt ka ajo, po unë nuk mundem të pi çaj, se më vjen për të vjell. Me thënë, çaj është nga gjërat që ma shpifin më shumë në jetën time. Nuk mundem as ta mbaj erë, se e kam këtu edhe më vjen për të vjell. T'ju tregoj edhe outfitin për sot, shumë i thjesht, xhinse të bardha të gjëra, një bluzë gri bezh, disi, është një gjëra që ka, nuk jam e sigurt, e thjeshtë edhe kjo, edhe nga lart pallton time kafe, e rehatshme për molin. Edhe nisemi të shkoj të arrit të kap trenin. Dijoni, me dha Eliana t'jam baj kafe, edhe unë që par isha veshur këte nga lart. Edhe më ra kafja. Është bërë pis në çdo vend, te bluza kjo, këtu te dora. Si, shikoni, dhe po mbaj tani e kafe. Shumë bukur, sikur t'ja vën parfum me kafe. Ja, të gjitha këto i bërë kjo. Duhet ta hedhim, sa të dal duhet ta hedhim. E diet. Hobi joni preferuar kur vim në mall është të mbaj merr gjithë qerint e Zara Home. I kemi marrë me rast të gjitha. E mirë. Kjo është e preferuara ime. Si e ka emrin? Si e ka, na thuaj? Nuk di, me duket se është kjo Mocha Coffee. Mocha Coffee. Dua përdhomën tim. Më ka zënë koka. Kemi dal jashtë, humbëm trenin ton, edhe tani presim tjetrin i cili kalon për gjysmë ore, edhe jemi ulur pak jashtë të qetësohem. Mora 2 dhurata, nuk i mora të gjitha ato që desha, sepse nuk i gjeta të gjitha ato që desha, dhe nuk isha nerva më të kërkoj. Do me thënë, kam arritur në atë fazë që nuk e di më çfarë të bëj me jetën time, po okej, s'ka gjë. Kishte gjëra të bukura, po për veten time mbajta veten, nuk mora gjë, të gjitha vajtën mirë. Edhe për pak do nisemi për shtëpi. Unë jam gati për gjumë, por jo, nuk do fle. Unë përtoj, s'kam çfarë të bëj. Tani mendojmë se duhet të shkojnë në shtëpinë tjetër. Ti më do një gjë? Kisha unë lek të marr. Kjo është situata jonë. Kjo, fix kjo që tha është situata jonë. Po, unë jam mbetur pa punë, prandaj. Studente, s'ka ç'bëj, do gjej manën. Prisnim trenin, me që humbëm të parin, të paktën vajtëm atje dhe prisnim të dytin. I dyti nuk kalovi kur, nuk e di pse, nuk kuptova kur pse. Edhe thjesht tani Irini pa që Bruno ishte në rrugë, edhe e morëm telefon, i tham, hajde, kalona merre edhe ne se ishte tu afër te molli. I tham, hajde, kaloj dhe presim tani në rrugë. Erdhi. Hey, what's up? Jam kthyer në shtëpi, nuk ju kam folur fare sepse po bëj editime dhe po postoja videon për sot, sepse nuk isha patur kohë në mëngjes ta bëj, kështu që u detyrova tani, edhe u vonuam edhe me trenin e të gjitha. Nuk isha e përgatitur për këtë vrapin, por arrite postova videon në orë, edhe desha t'ju them tani që do ik përsëri nga shtëpia. Ndërkohë kam të njëjtën bluzën që par, kam veshur këtë xhaketkën të trashë të ngrohtë, edhe nga poshtë pantallona
si tip tuta, edhe këto të butka të ngrotka, sepse do shkoj nga shtëpia e Stelës, e shoqes time, edhe i mor edhe dhuratën e saj sot, që kjo është edhe për festën e emrit, edhe për Krishtlindje, të gjitha bashk. Mora edhe një dhuratë tjetër, por është dhuratë dhe nuk mundem t'ja u tregoj. Mami po më tregon që ka bërë çaj, çaj është. Jo, nuk do. Jo, se do vjell. Nuk pi çaj. Do ngordh. Edhe tani është ora të nisem për te Stela. Nuk kam arritur të ulem të bëj asgjë. Hangra shpejt në kam që parë, pak patate me qofte që kishin ngelur nga dje, por nuk ankohem, të paktën kishte diçka. Mendoni të mos kishte asgjë shtëpia, edhe të përfundoja me tost. Unda ime e dëgjoni që akoma nuk do të më le rehat, nuk do të më le të marr frym si njeri. Unë një gjë kam t'ju them, ta vlerësoni shëndetin, asgjë tjetër në këtë jetë, as lekët, as pasurinë, jo, shëndetin, më para nga të gjitha. Po nuk je mirë ti, nuk mundesh të gëzosh asgjë. Pizza. Po shikonim televizor GNTM që është një serial greke. Jo serial, si themi, si është Big Brotheri, nuk e di si ta shpjegoj, po me modela. Ndërkohë Stella është shtrier këtu, është gati të flej gjumë, e më thoshte do dalim ne, do shohim televizor, pastaj do dalim jashtë, ndërkohë situata në shtëpi. Edhe dua t'ju tregoj këtë pemën fantastike që ka. Nuk e di ç'a keni parë deri tani, po kjo këtu është e preferuara e imja. Domethënë është e re, e mori diku në një dyqan në Athinë. Desha të shkoj ta marr edhe unë, po kushtonte 30 euro, thash nuk ka shans të harxoj kaq shumë lek. Re është fantastike, më pëlqejnë të gjitha. Edhe shikoni tani që do e ve në prizë, se vjet edhe në prizë kjo këtu. Nuk kam parë gjë më të bukur. Edhe ka edhe disa nga këto që unë se i pash rashën dashuri, thash ku i ke marrë. E më tha që janë nga Swarovski dhe i bën koleksion. Mami e saj, shikoni sa të bukura që duken re këto. Unë i dua të gjitha për shtëpinë time. Është dita tjetër. Unë sapo mbaroja editimin i këtij vlogmasit që sapat, edhe një kuptova që ka dalë shumë i shkurtër, por duhet të më mirëkuptoni, kaq energji kisha, nuk kisha më fuqi kur u ktheva në shtëpi as të hap advent kalendarin tim, as të bëj mbyllje as asgjë, thjesht fjeta gjumë. Prandaj erdhe edhe unë këtu sot që t'ju them që shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky vlogmasi. Nesër shpresoj të jetë pak më i gjatë. Nëse ju pëlqeu ky vlogmasi, mundeni të bëni një like, një subscribe, një koment, një hype, një follow në Instagram, në TikTok, ku të dënë ju që të më suportoni. Edhe ne do shihemi nesër. Mua!